Përshëndetje edhe një herë, për theme patëm edhe më herët konferencën për media, a the pritë edhe të paka, po... A shre e zone. Tërë përshëndetje media qytetarë të kryeqytetit, edhe më herët faktikisht e patëm konferencën për media, ku edhe diskutuam për gjendjen sot që kemi, gjendjen që patëm dje, gjendjen faktikisht të rëndume për operatorët publik edhe privat me muajt të tonë, edhe njëherë që u falenderova publikisht edhe operatorët publik edhe operatorët privat për shërbimet që i kanë bënë ndaj qytetarëve për muajt të tonë, pa pagesë. Derisa kemi pas edhe vazhdojmë me pas bllokume buxhetin vetanak, të hyrat vetanake të kryeqytetit. Pra, jashtëligjshëm, 35 milion që mbahen jashtëligjshëm në Ministrinë e Financave munden me u pagu sot, tash, në këtë moment, nuk ka asgjë që e ndal pagesën e 35 milionve tash, me një herë, e që me u pagu operatori, edhe operatori publik, edhe operatori privat, edhe mos me i lënë këta njerëz në rrugë, mos me i lënë qytetarët pa shërbime, mos me i lënë shkollat pa rrymë, mos me i lënë asnjë qytetar pa shërbime tona publike. Pra këtë e ka mundësi, e ka Ministri i Financave në detyrë edhe prap refuzon me bo. S'dija e pat dje konferencën për media, do me thonë që hike në për temat të tjera, pra temat tjera që s'kan të bëj me problemin. Problemi është pagesa, paguj paret e kryeqytetit edhe paguën të gjithë operatorët, edhe paguën të gjitha rrogat. Këtë mundësi e ka sot, tash, e ka pas dje, e ka pas me muajt të tonë që nën muaj i mban paret jashtëligjshëm. Për këtë arsye kemi bo edhe kallëzim penal ndaj tij, ndaj 3 zyrtarëve. Çdo temë tjetër është me i qit hi syve qytetarëve, juve popullit. Do të thonë, qiti paret ministër, qiti paret, me njëre. Kjo është një. E dyta, ne kemi marrë edhe masa tjera, dje faktikisht e kemi thirrë edhe një seancë të jashtëzakonshme për të ajtën, për edhe fonde tjera, 28 milion tjera, përveç 35 milionve, edhe 28 milion që janë bartje prej vitit kalum, që tash asambleistët të cilët e kanë bloku herën e kalume, kanë tregu që po dojnë me votu edhe me i marrë ato fonde. Pra janë po shikojmë edhe alternativa tjera përveç kësaj. Mirë po, ku është fakti? Fakti është që 35 milion të hyrave vetanake mbahen mënyrë jo ligjore të bllokume prej qeverisë, prej Ministrit të Financave në detyrë Hekuran Muratit, ndaj të cilit kemi tregu kallëzim penal, edhe ndaj 3 zyrtarëve në Ministrinë e Financave. Pra, zgjidhjen e këtij problemi Ministri mund me bot tash, edhe i lus me reflektu, edhe mos me pas, po thojmë që s'ka fonde kryeqytetit, po thojmë, zgjedhjen duhet me gjetë me njerë, se munden me gjetë me njerë, po ja që ka, fondet janë, fondet ekzistojnë, edhe ai blokon, nuk reflekton, gjithë ta njerë që të sot, kanë familje, që ju duhet me i pagu për ushqim tyne, për transport tyne, për tesha tyne. Kanë baba, kanë nona, kanë nevoja, jo si ti minister, që jenë tërt, i ki paret e tua, je pagu, paguj paret e kryeqytetit tash, se mundesh tash. Nëse do me gjetë tjera ashtu forma për me dal prej kësaj ku je hi, na ta lejojmë jom i gatshëm, çfarë do mundësie. Hajde takojmë sot, hajde takojmë këtu, hajde takojmë në qeverit të ti, dje, i kom kërku, isha aty. A i thash e s'po takojmi, do me thonë i ka marrë një pjesë të juve, po ka thonë nuk takojmi na me komunën. Pse s'takohesh? Pse s'takohesh? Qka po më shef, minister? Qka po më shef? Zgjidhen mune me bot tash, këtë sekund, zgjidhen bone tash, minister në detyrë. Lej gënjeshtrat, lej këto rrenat e shumta që po i bën edhe publikisht edhe në konferenca për shtyp, dje ju thash, eja po takohemi, eja po e diskutojmë, edhe po e gjojmë këtë zgjidhje. Pse? Se mundemi, nuk është problem, po bëhet problem pa nevojë, për çështje puro politike apo për inate,
mos të mojemi note ministrën e detyrë, kryeministrën e detyrë, bëhemi bashkë për këtë popull, i joni është, një jemi, leni partit politike, bëhemi bashkë ta krymë këtë problem me njerë se mundemi, tash, me njerë mundemi, aty është mundësia, aty mundet me u zgjedhë në këtë sekundë. Faleminderit. Bravo.